Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Falendrojmë Allahun tebaraka wa taala, I dërgojmë salat dhe selam e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, assalamu alaikum. Elusim Allahun dhul jalal edhe në këtë ditë të re nga ky muaj I bekuar I Ramazanit, Allahu fuqi plot të na shton zellin e dëshirën e vullnetin për të vazhdu për punë të mira. Është shumë e rëndësi ta kemi në mendje edhe një gjë më rëndësi. Ne e dim se mbështetja në Allahun, tawakkuli, është prej gjërave bazike në jetën tonë, po ndonjëherë kemi një keq kuptim apo mungesë të kuptimit të drejtë përballë këtij parimi kaq të rëndësishëm në jetën tonë, sikur disa prej neve mendojnë se ne duhet të mbështetemi Allahut vetëm kur jemi në vështirësi. Ne duhet të mbështetemi Allahut vetëm kur kemi sprova. Dhe ky lloj kuptimi dhe koncepti përballë mbështetjes në Allahun fuqiplot është I mangët. Ne kemi nevojë të mbështetemi Allahut dhe ta kërkojmë ndihmën e Tij edhe kur jemi në komoditetin më të madhin, edhe kur jemi në rahati, edhe kur bëjmë përpjekje me I kry obligimet dhe detyrat tona karshi Allahut, nga se plogështia, dembellaku, mungesa e vullnetit, humbja e energjisë dhe elanit për mi kry ibadetet, na bojnë neve me ra në gjendje të shkujdesur, prandaj I mbështetemi të madhet Allah dhe kërkojmë ndihmën e Tij që Allahu të na forcoj e të na jep shumë zell e vullnet në kryrjen e gjitha obligimeve fetare edhe në këto ditë të mbetura, në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj I cili është përplot mirësi e bekime e begati, qofshim të gjithë në nivelin më të lartë të vetdijes, seriozitetit e gatishmërisë, nga se gjysma e Ramazanit shkoi, madje më shumë se gjysma dhe mbeti kjo pjesë e cila ka mbet. Prandaj I mbështetemi të madhet Allah fuqi plot, kërkojmë ndihmën dhe mirësitë e Tij, mëshirën e Tij, që të jemi në nivelin më të lartë të zellit e devotshmërisë e përkushtimit e ambicieve tona të larta. Sot në këtë ditë nga ky muaj I bekuar I madh, në ditën e 17 të Ramazanit, në historinë islame, ka ndodhur një ngjarje shumë e madhe që ju shumë herë keni dëgju, e keni lexu, e keni fol për këtë ngjarje që Kur'ani famlart e ka cilësu dhe e ka quajt këtë ngjarje dhe këtë ndodhi historike Yaumul Furqan, në kapitullin Enfal, ajeti 41, Allahu dhul jalal ballafaqimin dhe takimin e Rasulullahit alayhi salatu wassalam, I cili kishte 313 ushtar me veti, 313 mujahida. Ishte ballafaqimi dhe përleshja e parë fizike në Bedr mes pejgamberit alayhi salam dhe ushtrisë mbi 1000 ushtar. Faktikisht ishin mbi 3000 ushtar, mbi 3000 ushtar nga ushtria e idhujtarve, dhe Allahu këtë ditë e quajti Yaumul Furqan, dita e Furqanit. Furqan I bjen në gjuhën ton kur ndahet përfundimisht e vërteta prej të pavërtetës. Kjo ka qenë dita vendimtare, ku kauza e vërteta e drejta
për ta besu e për t'jetu me besimin në Allahun një, e drejta për liri, e drejta për t'jetu fëmijët dhe familja jote, e drejta për t'punu, e për t'jetu me dignitet, edhe në anën tjetër poshtrimi, nënçmimi, shtypja, zullumi, përsekutimi. Keni parasysh se s'po du mu ndal në ato momentet historike, po duhet pa tjetër me i përmend disa elemente. E debun pejgamberin a.s. prej Mekës. Para se me debu sallallahu alaihi wasallam, që në momentin e parë kur pejgamberi a.s. i lajmëroi popullin e tij dhe filloi detyrën dhe misionin e tij me i thirrë në besimin e drejtë në Zotin një fuqi plot dhe braktisjen e idhujve, idhujtarisë, besimeve të rrajshme, atyre zotrave dhe putave dhe statujave që i ndërtonin dhe ishin qesharake. Ata e fillun kundërshtimin. Por nuk ishte vetëm një kundërshtim ndaj pejgamberit a.s. Çdo ditë më shumë kundërshtimi dhe refuzimi i tyre e gërsoi, kaloi në një armiqësi, në një urrëtie, në një mlef, dhe pastaj krejt kjo gjendje kaq e rëndë u shndru në momente shumë të vështira të jetës, saqë njerëzit nuk guxonin me shpreh bindjen e tyre të lirë, besimin e tyre në Zotin një, nuk guxonin me shpërfaq këtë dallimin që Allahu e quajti këtë ditë Yawmul Furqan. Ishin mësu me jetu pa dignitet, i shtypur, zotënia me shtyp, e me përsekutu, e me nënçmu, e me pushtru sklavin e tij, pa drejtësi në kulminacion në të gjitha aspektet e jetës, duke filluar nga bindja e parë e njeriut për dignitetin e tij dhe raporti i tij me Zotin. Prandaj erdhi pejgamberi a.s. me mësimet e fuqishme të Kur'anit për me kthy jetën. Prandaj vllazët e mi të dashur, o shumë më rëndësi kur e lexojmë ngjarjen e Bedrit, Bedri i madh, po ashtu Allahu e ka quajtur këtë ditë, kjo ditë e madhe. Kur e lexojmë, nuk duhet të ndalemi të kjo datë dhe ndodhin historinë islame vetëm si ndodhi historike, por kësa herë kujtojmë Bedrin në Ramazanat ton, e kuptojmë se Bedri është një ditë ku paraprakisht në zemrat e gjithë atyre që e kujtojnë Bedrin, në zemrën e pejgamberit a.s. në zemrën e tij të madhe dhe të shokëve të tij, Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Abdullah ibn Mas'udit, Bilalit, e dini ngjarjen e Bilalit, e përsekujtoi ke zotëria e tij, ja ka vendos një guri të madh në gjoks, e ka kthy me sy, ka rrezet e diellit, ty i bodhun e përsekutim, veç pse kishton Bilali, Zoti im është një Allahu. U detyrua Ebu Bekri me ble jetën e tij me një sasi të madhe të arit sa ka qenë i rëndë, e me thonë jetë i lirë. Çka i ka ndodhur familjes Jaserit apo Jasirit, si e kanë terrorizu, e në fund si e kanë vra mënyrën më njerëzore nanën e tij Sumejen, e kanë nda për gjys me kuaj. Familja Ammarit e kështu me radhë. Prandaj dita e Bedrit, kjo ditë e madhe, tregon se pejgamberi a.s. me punën e tij të madhe, me dritën dhe mësimet e Kuranit, bëri që në dritat dhe në zemrat e atyre besimtarëve të ri
lindi një jetë e re, e cila e kundërshtonte poshtrimin e nënçmimin, duke qenë të bindur në Allahun një. Nuk ka pas dikush iden me mendu, me dal, edhe mja këthy shpatën zotnis ti, mja këthy shpatën atyre që e kanë sundu në çdo aspekt meken. Ti me dalë më ballafaqu me luftu me ta, nuk ka mundësi. O vyt para prakisht një karakter i fuqishëm, një shpirt i cili në besimin në Allahun Dhul Gjelal, kultivimi dhe ushqimi i besimit të drejt, i imanit, mbështetja në Allahun, bindja në fuqinë e Zotit një dhe në ndihmën e tij, pastaj kryerja e gjitha obligimeve që i kërkon momentumi, rrethanat e caktuara, dhe në fund prap lutja e fuqishme, masi të kryen ato detyrat shtëpis, bëri që 313 ushtar të armatosu mënyrën ma modeste përballë 3000 ushtarve me 100 kuaj e deve. Lexo kuaj deve në kohën e luftës moderne, tanke, pizgavere, kutadiune. Kishin ardhur prej Mekës në Bedër plot ushqim, plot lazdrim llok. Këta ishin të përullur para Allahut. Tregohet për pejgamberin alayhis salam kur i ka ngrit durt, pak momente para se me fillu kjo betejë e madhe, ata që e kanë pa Rasulullahin alayhis salatu wassalam thojnë, kur nuk e kemi pa pejgamberin ma të përkushtum në lutjet e tij ndaj Allahut te baraka wa taala. Sa që në një moment, që qenë çfarë momenti kritik, pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo është një prej momenteve, argumenteve që njeriu kur të lutet i ngrit lart duart e tij, i kanë ngrit lart duart e tij, i kanë ra dhe rrobat pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në një moment ka thonë, o Allah, po parafrazoj, o Allahu jon, nëse sot në këtë ditë nuk kemi me ngëdhnjy e nuk kanë me fitu këta robrit e tu, nuk do të mbet në sipërfaqen e tokës askush që ka me njoft Allahun një xhelle xhelalu. E tani kjo ditë dëshiroj me tërhek një paralele për me i marë disa mësime të rëndësishme edhe me historinë tonë, që me caktimin e Allahut tani këto ditë kur jemi pikrisht është epopeja e jasharajve, epopeja e 5, 6 edhe 7 marsit. është shumë më rëndësi me i pa refleksionet e Bedrit të madh dhe me bo një analizë edhe në historinë tonë. Qëtu shumica për juve jeni shumë të ri, do as që e kini idenë kur ka ndodhë epopeja e Asharajve, për jashtim një pjesë e vogël e vllazëve këtu që e din. O shumë interesant, vëllazër. Kush e kujton mas viteve të 90-ta e deri sa ka ndodhë ky moment vendimtar për popullin ton, kemi jetu një jetë shumë poshtruese. Sa herë kam përmend, e dua prap ta përmendi fuqishëm, që veç me shku 300-400 metra manelt të qashi xhamia, a dini sa herë policët qetnikt ne i kanë poshtru prindrit edhe babgjyshat tonë. Sa herë të shtundeve e kanë mbyll komplet qarshin e gjatë edhe esnafi argjentar të tregtart, 1 milion deri në 2 milion marka për 4-5 orë i kanë plashkit. E kur kanë ardhur të qashi xhamia, ju që ka jeni më të vjetër e dini, ju në konë koritat ku është
edhe orizi, edhe milli kullomajt, edhe pasuli, në fund nga mendje madhësia e zullumi, mas i këshin marrë 1 milion e 2 milion marka, i këshin plaçkite, i këshin re, tregtart, i kanë rash kelma bereqetit, e i kanë re edhe ata tregtarë që kanë shit edhe mill të kullomajt. Kjo nuk ka ndodhur një herë, disa herë. Dhe para mendoni, sa herë kanë hinë gjashit gjatë, e i kanë poshtru, e i kanë çnjerëzu, e i kanë plaçkit prindrit tanë, kur nuk janë ndalë ditën e nesërme me mduar, me mendu, edhe me thonë, edhe me bo një pyetje, a mund të jetojmë ne kështu jetën të poshtrumë dhe të nënçmumë, pa dignitet? Veç të ka keni paralelet e Bedrit. Nuk kanë guxot me të regu se njohin Zotin një. Kujtojnë ngjarjen e Omerit radhiyallahu anhu me motrën e tij dhe dhëndrin e tij. Kujtojnë shumë ngjarje brenda rretheve. Dhe si ndal kur kush më mendu ka unë, edhe sa dhe një herë na hin qashi, çka do na me bë? A nuk e kena një djalë të ri? A nuk e kena 2 burra të cilët dojnë me u vendos për hatër të Zotit, me u mbështet në Allahun e Madh, nëse është nevoja edhe me u bë kurban? E njëjta ka qenë, i kanë shkatëru qytetarët e Katundeve, të rrethit 5, e Deçanit, të Dulia, o konë stacioni, të ardhë fshatarët e shkret me pru bylmetin, ditën e shtunde me shit vo e bylmet, me mbajt familjen, i kanë rej, ja u kanë dirë bylmetin, ose e kanë shit bylmetin, e kërën anë me prit autobusin të Dulia, më këthy, se cili të evlat të vetë, i kanë rej, ja u kanë plaçkit paret. O konë në mod, qitja 20 marka e i shala pështën, një 4-5 shuplaka s'ka gajle. Qëfar jetë kjo? Jetë shumë patetike. Në Komoran 92-96 e kom kry me drezën, ka qenë një post blok shumë fatkeq. Sa njerëz janë rreh në Komoran. S'kush o shku në Prishtinë, e orë i Prishtine, e ka pas stresin punkti Komoranit. E tash unë jam konë pak ma i ri, mungesa levizjes, nuk o konë sikur tash që çdo shtëpi ka vetur, sa punkte fatkeqe ka pas. O konë shumë lufte madhe me largu mendësin poshtruse të shtypum, nuk o zënë, kanë ardhë polic pe këtë Jugoslavis, ty një farë shkavi, e kanë reshu plaka, e qka mës kanë bo. Kjo konaj problemi, që pëthaunit e Bedri, qyre pejgamberi a.s. kër i ka eduku në besimi dhe në bindjen në Allahun një dhul gjelal, edhe ajo ka lind një dignitet, ka lind një pregaditje dhe gatishmëri për sakrificë. Allahu kur mos na pranoft, mos na provoft, kur Allahu më u kthy në ato momente të vështira, por është vyt ma shumë se 10 vite me i bin trit e trejat. Djali ri me bin babën, babë duhet me luftu me shkaun. Ma bre babë se ti se din, sa i baba i shkon në ushtrit Jugoslavit, nuk e din ti sa është ushtria Jugoslavit e fort, nuk e din qka ka shkau ky vet e fortës. Ishin 2 mentalitete, s'kem qka me bo. Fillun me u pajtu me jetu të poshtrumet në nëqmum. Fillun kadal me bashkjetu edhe ti s'ke pas qare, pa e fol edhe atë gjuhën e ati që ty të ka detyru në gjitha elementet e jetës me fol gjuhën e ti shumica, a i pakica. Fillun me përdor korupcionin e rishfetin, përmi këj pun tona, do që kanë fitu e kanë punu mirë, aty një ka dok lezet. Në anën tjetër, doli një radio me emrin Radio Salavia, në Prishtinë, kërkoj fali, nuk jam të kene që mu kërkan, por kë ka qenë realiteti. Prekazi u djekke, Glojani u djekke, njerëzit luftonin,
Ata në Prishtinë e nishin ditën me macchiato e me sefa. E nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu. Dikush në zjerm, e dikush në përburgje, e dikush mos me dal arën në fushën e vetë me punu, e a i tjetja dhe me baj gare, ja, o e kem shtetin për gjithë, o kem me gzulirin gjithë. Prandaj, djemë të ri, e këtu po këthehemi, në Ramazanin e basit Shaban e nanës Zahide, Allahu më shiroft. Baca Shabani madh, Shabani Ashari, kër e në qënë sëfër, me mbesat e ti e kanë pa shpin të rrethume, edhe e kanë bëhat rezistencën e parë. E nga ky moment kur mo Ademi dhe Hamza nuk janë shku në mal, kur kanë konë detyru me jetu në mal prej forcave edhe në gjendje lufte, po kanë thonë prej ky momenti do të rrim pragu në shtëpis, do të rrim pragu në shtëpis. Apo ato sekuencat kër i kanë thonë Ademit Ramazan është e qysh me ngjinu, kur kanë thonë ata nuk na ka faj Zoti Madhul Gjelal, na ka ra mbi qaf shkall, na do të me pas parasysh edhe Ramazanin që e kemi. Don kjo jetë e re që ka lind, edhe ata e kanë da mendjen mbi 50 antar, edhe ajo sala 3-4 vjeqare me azen, 5-6 vjeqare, ato vajzat e vogla që jënë në karavanin dhe listen e lavdis të shahidave, e kanë da mendjen, dona me u bo kurban për Allahun e madh, pastaj për shtetin, për lirin, për të jetu me dignitet, duhet me pagu këtë faktur, po doj me jetu me dignitet. Tash, ju që keni lind mbas luftës, ose jeni konë shumë të vëgjër në atë kohë, e që nuk e dini çka i bjen me jetu nën terrorin edhe mungesën e liris, zguzon marrë të xhamia, zguzon me shku në shkollë, zguzon me shku dejtë e qerdhja, pas është një qerdhë o konë, nuk guxon me dalë bukën me ble, baba ju të del, po ti nuk e din kur kthehet ai, qysh kthehet. Para mendoj e tash ti me jetu jetën që ashtu në diktatin e të merit, e terrorit, e të dhunës, e të kërcënimit, që që ti kur dush qosh. A keni ndi që dikush ka munges të liris, kur dush në Kosovë qohë në 2 natës, në 3 natës, 4 natës, dhe zekerin, Bismillahirrahmanirrahim, do më shku në Prishtinë, hiç mos o tëtë. Kur kush nuk del me ta cenu të drejten tonde. Kjo është ajo dhuntia dhe begatia e madhe. Prandaj përmbyllim, o shumë më rëndësi me i kujtu 3-4 elemente me të cilat po e përmbylli. Dita e madhe e Bedrit ishte dita vendimtare ku ndo haku prej batilit, e vërteta prej gënjeshtrave të pavërtetave, unda përfundimisht. Fjala e madhe la ilaha illallah. Lindim, jetojmë dhe vdesim për këtë fjalë. Kjo fjalë të ofron dignitet. Kjo fjalë nuk të lejon mi u bo rob askujt veç të madhit Zot Dhul Gjelal. E din se jetën të ka fal Zoti dhe jetën të merr i madhi Allah. Kjo fjalë të hap këtë bindje, këtë karakter, këtë edukat, këtë rezistencë, këtë qëndrueshmëri, kështu me qeni vendosur. E dyta, kur njeriu është i mbështetur e i bindur në fuqinë e Allahut, atëherë ai shiqon me i kry obligimet e atyne momenteve dhe rrethanave që ai jeton, dhe bëhet i kujdesshëm duke i kry gjitha ato dhe duke i marrë ato sebepe, dhe në fund nuk e haron për asnjë moment prap Zotin e tij me lutje, duke e kërku fitoren dhe ndihmën e të madhit Allah Dhul Gjelal. Inshallah vëllezërit e mi dashur, përjetojmë edhe shumë bedra të tjerë dhe në jetën tonë se cili mënyrë simbolike, por edhe në kuptimin e këtyre kuptimeve të larta duhet me kërku bedrin. Në qëtë Ramazan, cili u konë bedri të dhe jemi? Në Ramazanin tjetër nëse na gjallë, cili ka me qenë bedri yt?
një moment vendimtar ku ti ki pas disa dilema dhe disa dyshime dhe ki nevoj me marrë vendimin e madh. Po e zojmë tash një njeri ka pas telashe dhe në Ramazan, një ditë e falke sabahin, 2 ditë se falke sabahin, një ditë e falke sabahin, 2 ditë se falke. Ki nevoj për një Bedr 3 për me marrë vendimin. Tash e tu që s'mik sabahi kur. Nuk mik sabahi kur. Bedr. Këto janë ato refleksionet e kësaj dite të madhe që kemi nevojë gjithmonë shpirtat dhe mendjet tona me i kujtu për më u dallu përfundimisht e mira prej të keqes dhe e vërteta prej gënjeshtrës. Allahu ju shpërbleft, wallahu ta'ala.